A ke ndjerë ndonjëherë veten që kur ishe e vogël se je ndryshe nga të tjerët? Sikur gjërat që i bënin të gjithë nuk të përkesnin ty. Sikur ajo që gëzonte turmën, ajo që ndiqnin të gjithë, mënyra si mendonin, si jetonin, çfarë kërkonin nga jeta, nuk ishte e jotja. Edhe unë jam ndjerë kështu pothuajse gjithë jetën. Shikoja njerëzit përreth dhe mendoja, pse unë nuk ndihem si ata? Asgjë që bënte turma nuk më duke e imja. Ishte e kësaj bote, por nuk ishte e imja. Për shumë vite, kam pasur ndjesin sikur kam ardhur nga një botë tjetër. Sikur brenda me kishte diçka që e dinte se jeta duhet të ishte ndryshe. Se ne nuk ishim ardhur vetëm për të punuar, për të mbijetuar, për të vuajtur, për të përshtatur dhe pastaj një ditë për të larguar. Por nuk e kuptoja pse ndihesha kështu. Dhe mu desh shumë kohë, shumë kërkim, shumë punë me veten, shumë pyetje. Derisa fillova të kuptoj se ajo ndjesi nuk kishte ardhur rastësisht. Dhe ndoshta edhe ti e nje këtë ndjesi. Mund të kesh kaluar vite duke u përpjekur të përshtatesh, të bësh atë që bën të tjerët, të jetosh siç pritet prej teje, të mos dallosh shumë, të mos kërkosh shumë, të mos shkëlqesh shumë. Por diçka brenda teje vazhdon të thotë, kjo nuk jam unë. Edhe kjo mund të shfaqet kudo në jetën tënde, te paratë, te marrëdhëniet, te ndjenja se nuk të kuptojnë, te ndjenja se ke shumë më tepër për të dhënë, por sikur diçka të mban prapa. Ndonjëherë këto modele janë shumë më të thella se sa ajo që shohim në sipërfaqe. Mund të lidhen me frikën për të qenë ndryshe, me frikën për t'u parë, me frikën për të pasur më shumë, me bindje dhe premtime të vjetra që vazhdojnë të ndikojnë mënyrën si jetojmë sot. Dhe pikërisht këtu duhet të shkojmë bashkë. Me 5 shtator, në një seancë live në grup, do të punojmë për të zbuluar se çfarë fshihet pas këtyre bllokimeve. Dhe pse? Edhe kur dëshiron të ecësh përpara, një pjesë e jotja mund të vazhdojë të mbaj pas. Sepse nuk ka ardhur këtu për të zvogluar, që të përshtatesh me botën. Ndoshta ka ardhur koha të lejosh veten të jesh plotësisht ai ose ajo që je. Të shfaqesh, të marrësh vendin tënd, të lejosh veten të marrësh më shumë nga jeta, edhe financiarisht, edhe emocionalisht, edhe shpirtërisht. Nëse edhe ti e ke ndjerë gjithë jetën se je ndryshe, më shkruaj seancë live që të dërgoj informacion për takimin në Zoom me 5 shtator.